Përshëndetje këtu nga sheshi, sërish në shesh. Ja një duar trokitje për të gjithë ju që na ndiqni. Miq, ikëm prap ta sot. Ikëm prap. Jo e them, shiko, ka një gjë, është shumë e rëndësishme që përballja të jetë serioze, të jetë e qëndrueshme, të jetë e vërtet. Do me thënë, kemi 75 ditë këtu, po hym te 76 për pak, dhe thelbi i gjithë protestës tonë është që përmes qëndresës të imponojmë sa më shumë reagim në këtë shoqëri, përballë një qeverie që na vjedh, qeveri hajdutësh. Pas nesh këtu janë dhe forcat e policisë, ata bëjnë punën, i përshëndesim dhe ata, se edhe ata janë hau, edhe pse u duhet mbajnë punën. Shiko, dua të trajtoj disa çështje sot. Edhe sot kam pritur që do të qëndron dhe Partia Demokratike në shesh, nuk ka qëndruar, ata e gjykojnë vetë. Uroj që në ditën të vazhdim të vinë këtu dhe të qëndrojnë, sepse me protesta 2 orarshe Edi Rama rrin 100 vjet. Fatkeqësisht, këtu duhet të qëndrohet në shesh, qëndresa e bën diferencë. Po trajtoj sot disa tema bashkë me ekipin këtu, do flasin disa besoj, ndër të cilat e para është kjo pjesa e jetës parlamentare, se dëgjoj për shumë këto ditë, po pse nuk po shkoni, pse nuk votoni këtë apo atë, çfarë votohet? U çua projekt ligji për minatorët, ndërkohë që Edi Rama ka 86 vota aty dhe kërkon ta trajtojë me normalitet parlamentin. Nuk është normalitet. Ai parlament nuk mund të trajtohet sikur është normalitet. Në atë parlament nuk mund të shqyrtohen projekt ligje tashmë, deri ditën që ai parlament të shprehet me vot për kërkesën e drejtësisë, pra të prokurorisë posaçme, për të hequr imunitetin e Belinda Baukut dhe për të dhënë autorizimin për arrestim. Nëse ne shkojmë aty dhe vazhdojmë, bëjmë debate, edhe bëjmë sikur votojmë, ndërkohë që Edi Rama ka 86 vota, dhe nuk e vëmë me shpatua pas murit Edi Ramën dhe deputetët e tij për të shprehur me vot, a janë pro drejtësisë apo janë kundër drejtësisë? A janë pro kërkesës prokurorisë për hetim dhe heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres apo janë kundër drejtësisë? Ne të gjithë duhet ta imponojmë atë parti dhe atë shumicë që është sot atje në parlament që të shprehet a është pro bashkimit evropian apo është kundër integrimit evropian. Çdo lloj procesi që diskuton aty projekt ligje, të cilat në fundi rrëzon Edi Rama se ka votat, është thjesht të bësh fasadën e një sistemi i cili sot është i kapur. Është i kapur nga një kancer malign. Dhe kanceri malign nuk luftohet as me fjalimin në parlament, as me të bërit sikur votojmë, po luftohet me kirurgji të thellë, me përballje, me kimioterapi të rëndë. Ai parlament nuk është funksional dhe ai ka një sfidë të madhe. Sfida e atij parlamenti është: a do të jap miratimin e heqjes së imunitetit dhe autorizimin prokurorisë për të bërë detyrën e saj për drejtësi, apo jo? Nëse ne rrim dhe merremi, jo po ligji filan, jo po projekt ligji filan, ndërkohë që aty nuk ka fare diskutim, sepse në fund 86 votat bashkë me atë partin tjetër i ka Edi Rama, thjesht kthehemi në fasadë të një sistemi i cili është i rënd, një sistemi i cili është i krimbur, një sistemi i cili është kanceroz. Nuk mund ja bëjmë këtë vendit tonë, bëjmë sikur ka demokraci këtu tani, nuk ka. Ne duhet patjetër ta detyrojmë Edi Ramën dhe partinë e vet, o të rreshohet kundër Europës, kundër integrimit, kundër drejtësisë, ose t'i hap rrugën drejtësisë bëj punën e vet. Dhe pastaj ky të kthehet në një standard që nuk tejkalohet nga askush. Nuk ka normalitet në Shqipëri. Kjo është çështja. Po nuk e kuptuam kështu, thjesht pastaj bëjmë sikur protestojmë të gjithë, bëjmë sikur ka jetë parlamentare, sikur miratohen ligje, sikur miratohen ndryshime në ligje, asgjë nuk bëhet. Sepse asnjë projekt ligj sot nuk kalon pa vullnet në Edi Ramës, sepse duam ne ka 86 vota. I ka bashkë me atë partin tjetër. Pra nëse kalon do të thotë që i intereson Edi Ramës. Do të thotë që është në interes të shumicës që ai drejton. Dhe ai parlament sot nuk mund të jetë normal nëse aty nuk merret vendim brenda afateve ligjore për kërkesën e prokurorisë. Këtu ndahet çapi nga sheqeri, nuk duhet drejtësia dhe nuk mbështetet me oafe, mbështetet me vepra. Cilat janë veprat?
duke mos u rreshtuar atë parlament me fasadën që i bëhet gjasme aty ka jetë parlamentare, nuk ka jetë parlamentare. Duke mos bëjmë sikur protestojmë, ndërkohë që vim dhe ikim. Jo, duhet ndonjë në protestë. Duhet protestuar pa ndalim. Dhe kjo është çështja. Ky është thelbi i gjës. Thelbi i gjithë situatës. Këtu jam me qendrestarët. Qendrestar këta janë, këta që rrinë këtu. Do thoni ju çfarë po bëni. Po e para njerë ka 75 ditë që po thyet dogma se çudia më e madhe zgjat 3 ditë në këtë vend. Se kështu ka qenë. Me një skandal mbyllë një skandal, 3 ditë e harroi një skandal, 3 ditë e harroi një hajdutëri dhe merreshin pastaj 3 ditë tjera me një hajdutëri tjetër, pastaj 3 ditë tjera me një hajdutëri tjetër dhe shkonim te shpreha popullore, çudia më e madhe në këtë vend zgjat 3 ditë. Jo, kemi 75 ditë këtu që e mbajmë plagën të hapur. E mbajmë diskutimin te kjo çështje. Nuk e lëm këtë qeveri ta te kaloj këtë problem dhe po i kthemi në gangren. Duke ngacmuar mut e plagave çdo ditë, duke mos e lënë që kjo plagë të mbyllet. Kjo është ajo që mund të bëjmë. Nuk hedhim fishek zjarre, se nuk ndryshon gjë me fishek zjarre. Unë kam respekt të pafund për çdo demokrat. Po duhet i kërkojnë drejtuesve të partisë së tyre që këtë betejë ta kthejnë një betejë të vërtetë. Dhe betejë e vërtetë është qendresa. Betejë e vërtetë është që këtu të mos i ndajemi as një minutë. Kaluan pak më parë këtu shumë demokratë të cilët më takuan. Kthehen më takojnë dhe i falenderoj, i respektoj dhe po më thoshin që Adriatik na u bashkon. Na u bashkonim në shtakt. Dhe ju thash të bashkohemi për çfarë? Se po është të bashkohemi që të rrim në shesh dhe ta ndajmë mendjen që nuk ikim nga ky shesh derisa Edi Rama të triqet, ta detyrojmë të triqet. Këtu jemi, dakord. Po që të bashkohemi që pas 2 orësh të ikni prap, nuk e bëjmë këtë punë. Më thani jo sot do qëndrojmë, i thash pas 2 orësh po qëndruat do shihemi në shesh. Erdha këtu nuk i gjeta as ata. Nuk i gjeta. Kështu që çështja është shumë e thjeshtë. Përmes qendresës po jepet jehon këtij problemi në të gjithë botën. Mediat huaja po vinë, fasada e një sistemi që na e bënte Shqipërinë si oazin më të lumtur të Europës po bie. Përmes qendresës nuk po lëm që të mbyllet kjo plag dhe nuk po lëm që të aplikohet shpreha çudia më e madhe zgjat 3 ditë. Përmes qendresës po bëjmë presion edhe mbi vet faktorët e tjerë opozitar që të vinë këtu dhe të përballen. Kjo është e vërteta. Vazhdimësia, bindja, angazhimi i pandalur në atë që beson është paradhoma e suksesit. I fort është shkëmbi, mos e harroni. Por në përballjen mes tij dhe Daugës fiton Dauga. Fiton Dauga si pasojë e qendresës e vendosmërisë të pandalur për ta goditur pa u ndalur çdo çast. Po, patjetër, sistemi që Edi Rama ka ndërtuar është një sistem monstruoz në total të tij dhe kanë themel frikën, kanë themel korruptimin e shoqërisë. Korruptimin e shoqërisë përmes ligjit, ku juve që na dëgjoni u kanë futur në hallet e përditshmërisë, ku është më lehtë të ndërtosh pa leje të legalizosh, që këta pastaj të mbajnë peng me atë certifikatën, se sa të shkosh të marrësh një leje ndërtimi dhe të ndërtosh. Ku është më leje të gjesh një mik për të gjetë ilaçin në spital, se sa të paguash sigurimet dhe të shkosh në spital e të mjekohesh e të marrësh ilaçin siç takon. Pra ka ndërtuar një sistem që në themel të vet ka kapjen e qytetarit, ka frikën, ka dhunën, ka reprezaljen, ka shërbimet të cilat në vend punojnë për të kapur krimin, punojnë për të intimiduar protestuesin, njeriun e lirë, qytetarin. Dhe kjo ka prodhuar një sistem ku njerëzit shojnë nga qielli dhe presin o të vinë nga matan oqeanit për të na shpëtuar, o të ikin nga ky vend se nuk ka zgjidhje. Qendresa është ilaçi për një shoqëri e cila është e dorëzuar. Qendresa është
ilaçi për një shoqëri e cila ka humbur besimin. E vështirë duket në fillim, por rruga bën që të bashkohen dita ditës njerëz më shumë. Ndaj në datën 1 mars, në orën 12 paradites, kemi thirrë protestën e radhës. Në 1 mars, ditë e shtunë, ora 12 paradite, kemi thirrë këtu në shesh protestën e radhës. Protestën e 5, pa ndalim. Pa ndalim. 75 ditë kemi bërë, po jemi në ditën e 76. Jemi shumë krenar për betejën tonë. Sepse në kohën kur një pjesë e madhe po heshtin, ne po gjim guximin të themi të vërtetën poshtë zyrës ati, që ai ish hajdut dhe ne i bërtasim. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Pra, i themi një të vërtet që pjesa me madhe kanë frikë ta thot. E themi këtë sepse kjo është të rreshtohesh krah të drejtës. Të rreshtohesh krah nevojës që ka vendi ynë për të ndryshuar. Duket e pamundur, por do të ndodh. Dhe kur të ndodh, jam i bind që shumë nga ata që strukeshin cepave, apo që bëni kompetentin në për studio televizive, do dalin në vit të pare, do t'i bjen gjoksit si njerëzit që son ndryshimin. Po nuk ka problem, e rëndësishme është ta sjellin ndryshimin. Më kujtohet këtu vota e diasporës, ku pasi mlodhen për muaj të tërë 21.000 firma, e pasi bëm në diasporë 37 takime në të gjithë botën, e imponuam në atë komision draft ligjin, e u miratua. Në fund shikoja që më shumë i binin gjoksit ata të cilët nuk ishin ndjerë, se sa ata të cilët punuan në terren që ishin aktivistët. Dhe jam i bindur që do të ndodhë ndryshimi në këtë vend. Dhe po punojmë për ta sjellë ndryshimin në këtë vend. Ama një gjë është e sigurt, nëse nuk do të reagonim, nëse nuk do të qëndronim, nuk do të kishte shans fare që ky ndryshim të mendoj e jo më të ndodhte. Po duke qëndruar këtu, duke punuar çdo ditë, duke folur me ju, çdo ditë më shumë po zë terren bindja që ndryshimi do ndodh. Çdo ditë më shumë po vritet frika përballë atyre që sistem ka ndërtuar frikën. Çdo ditë më shumë po vërtetohet ligjërisht që janë në shkelje të ligjit. Çdo ditë e më shumë po ndërgjegjësohen dhe po informohen sa më shumë partnerë ndërkombëtar për kapjen e shtetit që këta kanë bërë. Tashmë Edi Rama nuk është më në sulm, sepse nuk ka mundësi më të jetë në sulm, sepse nuk po e lëm të jetë në sulm. Tashmë Edi Rama është në mbrojtje. Ka afro një vit që ka marrë qeverinë për herë të katërt dhe nuk po qeveris dot, sepse skandalet e korrupsionit dhe beteja që po i bëhet dita ditës nuk po e lë që ai të vazhdoj me agjendën e vet të hajdutërisë. Tashmë ju keni zë dhe zëri buron në këtë shesh. Mos e harroni, në datën 1 mars, ora 12 e paradites, për protestën e 5, pa ndalim, përballë atyre që na vjedhin.